zua muri Berlinit në 1989, filluan demonstrata në shumë shtete, dhe si filluan në Kosovë në vitin 1989-1990, dhe pasuan mandej edhe në Shqipëri, po edhe në shtetet tjera të Evropës lindore. Pra kishim demonstrata apo protesta në shumë shtete, dhe që rezultojnë në ndrimin e sistemeve politike të atyre shteteve. Pra në një situatë të parafort jemi edhe tani, pra bëhet fjalë për ndrimin e sistemeve të shteteve, dhe nëse e shikoni protestat në Shqipëri, që besoj që do të vazhdojnë edhe në shtetet tjera të Evropës, do të kemi protestat të ngjashme edhe në Gjermani, edhe në Francë, edhe në Itali, dhe shqiptarët si duket janë zhderruar në senzacion ndërkombëtar, se janë duke u ngritur nga sistemi çifutrisë ndërkombëtare, e cila pas vitit 1990 në këtë botë unipolare është duke udhëhequr botën, kuptohet që me dështime të mëdha dhe i ka futur thuajse gjithë shtetet në varfëri të skajshme, sidomos banorët, dhe një ndër shtetet më të varfura të Evropës është pikërisht Shqipëria, dhe kuptohet që do të ishte arsyeshme që populli i Shqipërisë, sidomos rinia e Shqipërisë, e cila nuk ka perspektivë, të ngrehet kundër qeverisë sioniste të tyre. Dhe unë kuptohet që me gjithë zemër i përkrahi protestuesit e ri që kanë dalur në shesh të Tiranës, që ta rezojnë qeverinë e tyre sioniste, dhe i përkrahi përfundimisht. Pra unë e ndjeki prej së afërmi këtë protest, dhe di që slogani i parë kur filloi kjo protestë ishte Edi Rama o Çifut, dhe unë besoj që do të përfundoni kështu Edi Rama o Çifut, që në krye të Shqipërisë mos ketë më sionist apo me preardhje çifute siç është Edi Rama, për shkak se gjyshja e Edi Ramës është e lindur në Austro-Hungari, dhe besoj unë që është çifute përderisa ka gjithatë mbështetje ndërkombëtare nëpër organizata të ndryshme. Dhe në krye të Shqipërisë duhet të jetë një shqiptar, një patriot i vërtet, i cili mendon për të ardhmen e rinisë shqiptare dhe nuk mendon që si ta shesh Shqipërinë nga 1 euro metrën katror, të gjithë atyre biznismenëve cionist, të cilët e dinë që Izraeli nuk ka më shpresë që të ekzistojnë në linjën e mesme, dhe kërkojnë një atë alternativë. Ne e dimë që Shqipëria prej 4 milion, popullsia e Shqipërisë ka ra në 1.5 milion, dhe kuptohet që ata 1.5 milionët janë shumica pleq, dikun ka 600.000 pensioner Shqipëria, dhe ata të ri që do të mbeten, parashihet sipas planit të cionistit Edi Rama, që ata shqiptar të shndërrohen në palestinezët e ri, pra t'ju shërbejnë oligarkëve çifut, të cilët përpiqen që ta blejnë Shqipërinë, t'i blejnë burimet e Shqipërisë, dhe kanë depërtuar thellë si në politikën si në ekonominë e Shqipërisë, dhe besoj që do të kenë sukses rinia e Shqipërisë që ta ndrojë sistemin dhe t'i largojë çifutët nga Shqipëria. Në fakt, zoti Dauti, një nga pikat më të nxehta të gjithë këtij debati lidhet me peshën dhe emrat e investitorëve ndërkombëtar që ndrojnë pas këtij projekti në Zvërnec. Mendoni se do të ishte treguar qeveria ka që vendosur dhe shpejt në marrjen e këtij vendimi, nëse pas tij nuk do të qëndronin emrat me ndikim të madh gjeopolitik? Po tani u dëshmua edhe vetëm nga prokuroria e Shqipërisë që bëhet fjalë për një iniciativë kriminale, pra janë marrë një çifut prej Holandisë, fjala së shtetas i Holandisë, një çifut i Bullgarisë, dhe disa agent të Mossadit prej Sirie, të cilët kanë qenë edhe sponsorues të shtetit islamik, dhe kuptohet që Edi Rama si cionist i përbetuar në Siri i ka dërguar armatimet e Shqipërisë në Irak, në ata lufta qytetare në Afganistan. Pra e ka zbrazur municionin e Shqipërisë, pra e ka lënë Shqipërinë pa ushtri, jo vetëm pa banor, po edhe pa ushtri, që tua lëshoj terrenin sa më lehtë cionistëve ta okupojnë Shqipërinë, dhe kuptohet që e ka gjetur personin e duhur, dhe është Kushner. Kushner është çifut, është dhëndri i Trumpit, dhe gruaja e tij Ivanka është po ashtu e konvertuar në çifute, në sektin Habat, sekt që
përpiqet që nëpërmjet enklavave të gjejnë një shtet alternativ, përderisa të gjejnë një zgjidhje me Iranin, me Turqinë dhe kuptohet që iluzionet e tyre çka janë. Mirë po pas tyre edhe vetë nga intervista e Kushnerit u kuptuam se mbas gjithë kësaj politike të Edi Ramës dhe sionizmit në Shqipëri, qëndron Rothschild, për shkak se kishte qenë Rothschild, i cili ka bler disa pjesë të çmueshme të Shqipërisë, dhe mbas projektit të Kushnerit, po ashtu qëndron familja Rothschild. Familja Rothschild janë bankierët më të mëdhenj çifut, ata të cilët edhe formuan Izraelin nëpërmjet lobimit politik. Dhe ne duhet vetëm të kthehemi tek rilindja shqiptare, të Sami Frashëri dhe Naim Frashëri, e kam librin pas meje, ku thotë që keni kujdes se Rothschildi don ta formoj Shqipëri. Ndoshta ndonjë video tjetër do t'ua tregoj cili libër, po harrova edhe pse kisha ndërmend sot ta kem përpara, po nuk kemi kohë që t'ua tregoj, që Rothschildët e kanë pas gjithmonë si alternativë që Shqipërinë ta shndërrojnë në Izrael, dhe besoj që përderisa kemi vlera islame në Shqipëri, përderisa në Bajram mbushet sheshi me besimtar musliman, çifutët nuk do të mund ta okupojnë Shqipërinë dhe ata do të dështojnë, Shqipëria do të triumfojë. E qartë, se do të ndërkaq si keni parë edhe reagimet e vetë kryeministrit shqiptar Edi Rama ndaj Iranit, ku e ka akuzuar se ka përfshirje të tyre në këto protesta? Po, ai i quan agent iranian, i quan agent serb, agent grek, po kur e pa se nuk mund të bindeshin rinia e Shqipërisë, ai filloi të bëjë një përçarje në mes shqiptarëve, dhe tha që pas hudhin gur kosovarët dhe tetovarët, pra unë si tetovar, nuk jam ati që të hudh gur, por unë jam këtu që të gjuaj me fjalë. Pra unë tham që gjyshja ime është prej Kaçaniku dhe njëna prej Gostivari, pra unë jam shqiptar. Mirë po gjyshja e tij është çifute Austro-Hungarisë, apo nëse nuk është çifute është slave, disa thuajnë që është vleh, pra nëse ki vleh çifuti Shqipërisë përpiqet që të bëj përçarje në mes shqiptarëve, unë si shqiptar e konsideroj Shqipërinë si atë tim, si shtetin tim. Kemi bërë shumë sakrifica që të ekzistoj populli shqiptar dhe shteti shqiptar, dhe nuk do të lejojmë një sionist si Edi Rama ta shkatroj rininë e Shqipërisë, popullin e Shqipërisë, pasurinë e Shqipërisë, dhe besoj që janë të numëruar ditët e tij për shkak se nuk ka më përkrahje ndërkombëtare nga çifutëria ndërkombëtare, për shkak se e futi në një pozicion shumë të vështirë Kushnerin, Ivankën, Trumpin. Pra e gjithë mediat ndërkombëtare përpiqen që ta shfrytëzojnë këtë situatë në Shqipëri, që të dëshmojnë korrupsionin e familjes Trump, dhe kuptohet që ai do të dënohet, do të jepet kartoni kuq dhe vazhdoi rinia shqiptare që të protestojë, dhe dal nga dal të filloj ndrimi i pushtetit. Mirë po, a do të ketë sukses kjo? Ndoshta mund të se unë jam i shkencave politike, ju e dini se jam edhe profesor ligjëroj për shkencat politike dhe juridike. Si që kuptoj unë, a do të ketë sukses kjo? Nuk është se shiqoj unë një bazë të intelektualve që mund ta kuptojnë situatën e duhur, por mjafton që është një fillim. Një fillim i mirë për ndrimin e sistemit, për shkak se për të ndruar një sistemi në Shqipëri duhet një tjetë më radikal, më revolucionar. Nuk i shiqoj që ata njerëz janë në protest, pra duhet një revolucion të tipit të Haxhi Qamilit, të vitit 1915 apo 14, kur shtetet e Evropës e sollën një mbret të huaj me lobim të Rumanisë ti useq shqiptarët, dhe pasi që ata i bënin intriga Esat Pashës dhe e dëbuan nga Shqipëria, atëherës u zgjua populli Shqipërisë dhe përzuri atë klik masone dhe çifute sioniste të asaj kohe prej Shqipërie dhe e morën pushtetin shqiptarët. Pra besoj që është sidomos me ndrimin e rendit botror dhe me ndikimin e Turqisë, Iranit dhe neve shqiptarëve të Tetovës apo të Kosovës, do të kenë mbështetje që Shqipërinë ta marrit përsëri fryma me vlerat e vërteta dhe ta udhëheq një shtet siç duhet,
dhe t'i largoj antivlerat talmudike të kësaj qeverie dhe të largohen të gjithë ata që nuk kanë asnjë lidhje shpirtërore me shqiptarët, me fenë e shqiptarëve, ata të cilët përpiqen që të formojnë shtetin Bektashi në Shqipëri. Mjafton të kjo që do të kishte prokurori të vërtet në Shqipëri, që të akuzohej Edi Rama për tradhti kombëtare, për shkak se e shkel kushtetutën e Shqipërisë. Mirë po ne e dim që edhe prokurorin e kanë kapur qifutëria ndërkombëtare dhe SPAK-u është pjesë e sistemit, edhe pse ata përpiqen që fjala të aktrojnë sikur i mbështesin protestuesit me këta akuza të reja. Mirë po ne e dim që është SPAK-u arsyeja që Shqipëria në gjithë botën njihet si narkoshtet. Ne e dim që djegësi i Tiranës, edhe pse nuk ekziston, parat paguan me qindra miliona para paguan dhe asnjë padi nuk është ngritur kundër Edi Ramës. Sikur të ishte një shtet normal, Edi Rama do të ishte në burg. E qartë. Mirë, zoti kemi arritur në fund, ju falenderoj për çdo informacion. Ishte kënaqësi. Ju faleminderit. Faleminderit shumë. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të këtij emisioni dhe për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish në emisionin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.